Ankesave të banorëve në lagjën e Jashtëvardarit në Tetov për mungesë të ujit të pishëm ju vjen fundi. Kjo pasi që kanë filluar punimet për rindërtimin dhe zgjerimin e rrjetit primar të furnizimit me ujë. Për të parë nga afër zhvillimin e punëve, në terren ishin kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami dhe zëvendës kryeministri Izet Megjiti. Ky projekt financohet nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, ndërsa ka vlerën prej 15 milion denar. Me këtë rast, kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se po punohet në gjithë territorin e Tetovës për të përmirësuar rritjen e ujësjellësit, që sipas Kasamit ky problem mund të zgjedhet brenda 4 vitesh. Kjo ka qenë një ndër nevojat më imediate të qytetit tonë, të një lagje që është zhvilluar në periudhën e fundit, por e cila nuk ka pasur asnjë investim në infrastrukturë nga ana e institucioneve. Për herë të parë, në një bashkëpunim të afërt mes pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, bëhet një investim i rëndësishëm për furnizim me ujë të pishëm për këtë pjesë të qytetit tonë. Është një investim dikund 15 milion denar, që është nga transha e parë mjeteve të siguruara nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për vitin 2024, po ashtu në kuadër të këtij promovimi është edhe promovimi i gypit kryesor të furnizimit me ujë të pishëm të qytetit tonë, po ashtu segmenti i parë i aty gypi nga filter stacioni në Lises deri tek bazendi në hyrje të qytetit. Zëvendës kryeministri Izet Megjiti tha se për dallim nga e kaluara, kësaj radhe qeveria ka një qasje tjetër për zgjidhjen e problemeve elementare të qytetarëve. Do jetë një revolucion i investimeve kapitale. Çdo ditë pra dikun do veprojnë bagerat edhe aty ku s'kan vepruar të kaluarën asnjëherë, siç është kjo lagje që s'ka pas një investim pra institucional. Do shkojmë cep në cep, domethënë çdo vend banim, çdo komunë tonën, për zgjidh fatkeqësisht pra në këtë shekull pra probleme jetike të qytetarëve, siç është pra ujësjellësi, sepse ato që kanë gojën plot me marrëveshjen e Ohrit, harrojnë që decentralizimi është një ndër këshillat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, dhe po ta kishim pas mendjen të marrëveshja e Ohrit të realizimi, do kishmi komuna të fuqishme, me buxhete të fuqishme, dhe sot nuk do flisnim për ujësjellësa dhe kanalizime, po do flisnim domethënë për çështje më të avancuara për qytetarët, për parqe, për investime domethënë më sofistikuar. Në këtë lagje përveç se mungon uji i pishëm, po ashtu mungon edhe rrjeti i kanalizimit, kurse Kasami premtoi se shumë shpejt do të fillojnë punimet.